flasim sot për aktualitet politik, sigurisht me në fokus reformën zgjedhore, por gjithashtu edhe tema të rëndësishme. Mua në studio është Auland Ballash, deputet i Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe bashkëkryetar i Komisionit për Reformën Zgjedhore. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Zoti Balla, duhet ta nisim me një lajm ose me një zhvillim të fundit, le të themi, sapo e njoftuam edhe me titra që një nga dëshmitarët e thirrur për seancën e të hënës për çështjen Çez rezulton se është larguar nga vendi. Si e shikoni këtë zhvillim dhe si po shkojnë gjithashtu edhe punimet e këtij komisioni? Faleminderit për ftesën. Është e vërtetë që Komisioni Hetimor Parlamentar që po heton privatizimin e operatorit sistemi shpërndarjes OSSH, dikur një kompani shtetërore, e cila u privatizua nga kompania çeke Çez. Ky komision hetimor, unë do të them prej fillimi që është një komision hetimor shumë serioz, që ka bërë një punë shumë voluminoze hetimore, dhe për herë të parë besoj dhe shpresoj që do të kemi një komision hetimor që më në fund do të nxjerrë rezultate konkrete dhe do t'i referoj më pas sipas ligjit për komisionet hetimore prokurorisë një dosje shumë të plot me persona, me emra, me llogari bankare, me kontakte telefonike, email, gjithashtu edhe verifikime përmes sistemeve Teams të largimit të ardhjes personave të hetuar nga ky komision, dhe që dëshmon qartë që kemi të bëjmë me një prej rasteve më tipike të mënyrës se si ka funksionuar korrupsioni në Shqipëri. Le të them pikë parë ke pyetja juaj, dhe faleminderit që jeni kaq mirë informuar për çështjet e këtij komisioni. Kemi të bëjmë me një dëshmitar i cili për momentin është sot është dëshmitar, ndoshta një ditë nga prokuroria e Shqipërisë mund të jetë një i ndjekur penalisht, por si dëshmitar në këtë komision, mund të jetë sepse është komisioni hetimor do t'ja referoj gjithë të dosje prokurorisë. Flas keni të dhëna? Po, kemi të dhëna dhe le t'i shtjellojmë së bashku. Personi është i thirrur ditën e hënë në komision për të hetuar dhe sipas ligjit ne kemi bërë gjitha përpjekjet për ta njoftuar. Ai ishte njoftuar për të hënën e kaluar, nuk është paraqitur. Ne kemi përdorur dhe mekanizmin që na jep ligji, që është përdorimi i forcës për ta sjellë atë në komision, dhe policia e shtetit në mënyrë të shkëlqyer ka plotësuar kërkesën tonë për të identifikuar vendodhjen e personit dhe për të mundësuar sjelljen e tij. Nuk e ka gjetur në Shqipëri, nuk e ka gjetur në shtëpi, sipas informacionit e sqaroj unë. Atëherë është dërguar përsëri njoftimi edhe me post, dhe ajo që po anonconte para pak televizioni juaj është që nga ana e postës Shqipërisë është bërë verifikimit dhe rezulton që personi është larguar jashtë vendit. Që do të thotë që unë përfitoj nga shikueshmëria e televizionit tuaj për të bërë dije këtij personi që bën mirë që ditën e hënë paraqitet në komision. Në të kundërt, sipas parashikimeve të ligjit, përsëri policia e shtetit do ta kërkoj kudo që të jetë dhe do t'ja sjell me forcë këtij komisioni, sepse dëshmia e këtij personi është shumë e rëndësishme. Pse? Së pari, siç e kemi bërë me dije një javë më parë në komisionin hetimor, ky person na rezulton të ketë marrë nga kompania Çez, flas për grupi Çez në Prag, një shumë që deri tani në rezulton dhe është bërë tashmë publike për 7 milion eurosh. Këto para, ky pasi ka marrë nga kompania Çez, pasi sipas tij ka pasur një kontratë konsulence ndërmjetësimi Shqip Sekser për të sjellë Çezin në Shqipëri dhe për të blerë OSSH-n, ka marrë këto 7 milion euro nga Çez, i ka tërhequr cash me çanta, i ka tërhequr cash me çanta, dhe ne duam ndër shumë pyetjet. Po ja them sot ekskluzivisht për ju, bën fjalë diku ke 150 pyetje që ne kemi bërë gati ekspertët që na asistojnë në këtë hetim kaq të hollësishëm, 150 pyetje për këtë person, për të kuptuar çfarë roli ka pasur, përse kanë qenë këto 7 milion euro, a ka pas miliona të tjerë në këtë vorbull,
7 milion euro cash të tërhequra 12 ditë para zgjedhjeve të vitit 2009, për çfarë janë përdorur, kujt tjetër mund të jenë dhënë, çfarë lidhje ka pasur ky person me Sali Berishën, sepse ai ka folur shpesh herë nëpër emaile në emër të Sali Berishës. Ka thënë që kur të shkoni, i kemi këto emaile dhe janë bërë dhe publike. Janë bërë dhe publike. Një prej tyre janë të shumta. Janë të shumta, është një dosje voluminoze e këtij hetimi kaq të hollësishëm. Dhe lidhjet e tij me të birin e Sali Berishës, lidhjet me zyrën avokatore të familjes Berisha që funksiononte në atë kohë, janë gjitha ato çështje që duhen hetuar, lidhje me ministrat asaj kohe. Ka pasur t'ju them, një person i cili i lindur në Kosovë, jetuar në Francë, një ditë bukur vjen në Shqipëri dhe ndërmjetëson një prej privatizimeve më të mëdha që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Privatizimi ose SHS ka qenë një prej privatizimeve më, unë do ta quaja pas blerjes nga ana e Raiffeisenit të Bankës Kursimeve. Ky mund të jetë një ndër privatizimet e tjera të rëndësishme, për nga vlera. Pra një person që nuk ka pasur kurrë ndonjë eksperiencë të njohur në Shqipëri ka marrë përsipër të bëj përçezin, studimin e fizibilitetit të tregut shqiptar. Tregu energjetik shqiptar, ju e dini, një prej tregjeve ka qenë fakt një prej tregjeve më të vështira në atë kohë. Dhe ky personi ka marrë përsipër të bëjë gjithë ato detyra, sipas tij na që ka paguar 7 milion euro nga Çesi për të bërë këtë detyrë, dhe në qoftë se do të ishte paguar në mënyrë të rregullt, me kontrata, me tjera më radhë, pse do t'i tërhiqte ato me çanta, dhe t'i çonte ku i ka çuar, ne duhet do i shkojmë në fund, deri në fund saj. Por hetimi nuk është vetëm Noel Kale, hetimi janë edhe persona të tjerë. Por meqense ndodhem në studion tuaj sot, dua të them që është shumë e rëndësishme që dhe paralajmërojnë fakt që prokuroria e Shqipërisë këtë dosje pasi komisioni hetimor të ketë përmbyllur punën, ne do të kërkojmë në fillim të javës tjetër një zgjatje të mandatit të komisioni, minimalisht edhe për një periudhë 1 ose 2 mujore, për shkak se provat që po vinë çdo ditë, po gjenden çdo ditë, na bëjnë që të kemi një rast tipik të mënyrës si kanë funksionuar privatizimet në Shqipëri apo investimet të vlerave të mëdha në Shqipëri. Si ka funksionuar? Vinte investitori huaj lidhej me një person vendas që kishte njohje me pushtetin asaj kohe. Në rastin fjalësh ky shtetas kosovar, shqiptar, se ky është i martuar në Francë, i martuar në Shqipëri, ka në shtëpi në Shqipëri, pra ka bërë këtë sekseri në Shqipëri. Këto personat vinin, gjenin këtë personin me lidhje. Personi me lidhje kontaktonte njerëz pranë pushtetit asaj kohe, pra qofshin këta familjar ose jo. Në rastin fjalë ka kontaktuar, sipas të dhënave që kemi deri tani, ka kontakt me familjar të Sali Berishës. Më pas, këta persona arrinin të hynin në zyrën. Personi, sipas hetimeve deri tanishme, ka mbi 100 telefonata me Sali Berishën. Pra ky personi, unë nuk di të ketë pas deputet PD-s që të ketë pas 100 telefonata me Sali Berishën atë kohë. Ky ka pasur 100 telefonata me Sali Berishën dhe ky dinte paraprakisht kur vinin delegacionet çeke në Shqipëri. Ky ishte personi që i priste në sallën, ju lutem, ky ishte personi që i priste në sallën VIP të aeroportit, pavarësisht se salla VIP aeroportit dihet ka një protokoll të caktuar nga ceremoniali zyrtar i Republikës Shqipërisë kush kalon aty. Dhe ky person ka shkelur këtë protokoll. Po sigurisht që po këto janë minore. Ky person kishte edhe një atribut mbinatyror, sepse ky dinte paraprakisht se çfarë përgjigje delegacioneve të huaja do t'u kthente Sali Berisha në takim. Domethënë pa u zhvilluar takimi. Po këtë si e keni provuar? Po e keni në email. Do ta ftoja Ilvataren që emisioni Radhës të Naj ta bënte pikërisht për këtë çështje, sepse në email thuhet qartë që në takimin me kryeministrin, me PM-n, pra Prime Minister në anglisht, kërkesa juaj për 1, 2, 3 do të pranohet nga kryeministri. Që e mirë shumë, por ajo që është
ajo që është më rëndësishme është të kuptojmë si ka funksionuar pra skema. Dhe më pas i thuhet, pasi të mbaroni me Sali Berishën, pra takime Sali Berishën, ditën tjetër mëngjes do të takojmë Birin. Tani ju e dini, masi ke mbaruar punë me babain kryeministër, pse do e takosh të Birin? Urdhëro. Çfarë do të bëni të hënën, duke qenë se vetë i dyshuari nuk do të paraqitet në seancë, cila do të jetë masa e parë që do të merrni për këtë? Mos ta paraqyjojmë dyshuarin, dyshuari e di çfarë pret. Nëse nuk paraqitet me vullnet lirë në komision, në orën 11 në bulevardin Dëshmorët e Kombit është godina e kryesisë kuvendit, i pandehuri nuk është i pandehur, është dëshmitar për momentin, kështu që mos ja themi të pandehur. I dëshmitari ka për detyrë që të paraqitet në orën 11:10, pasi në orën 11 Komisioni Hetimor Parlamentar për këtë çështje zhvillon seancën dëgjimore me të. Do të kemi edhe seanca tjera dëgjimore, sepse edhe nga kërkesa e deputetëve antar të këtij komisioni ka kërkesa për të zhvilluar seancë dëgjimore me persona tjerë të lidhur me këtë çështje, që unë nuk guxoj ta quaj një prej rasteve më flagrante të zbulimit të mënyrës si ka funksionuar korrupsioni në këtë vend me qeverinë e vjetër. Dalimi tek reforma zgjedhore. Në fakt, numrimi elektronik është ai që ndau palët dhe arsye për cilën opozita bregtisi komisionin. Ju në parim deklarua se ishit dakord për numrimin dhe votimin elektronik, më pas vendoset vetëm. Pse? Esërtë, t'ju them të parën, këtu do jemi, dhe këtu po e them sot për të parë ndoshta, që opozita bregtisi parlamentin dje jo për shkak numrimit elektronik, po për shkak të kësaj dosje shumë të rëndësishme, hetimi. Kjo është që mos zgjathet. Është kjo dosje që ka trembur gjithë opozitën, por ka trembur bariun e deleve të Shqipit. Bariu i deleve të Shqipit quhet Sali Berisha dhe dje opozitën nga komisioni i reformës zgjedhore e ka larguar me telefon Sali Berisha. Arsyeja nuk është numrimi, votimi apo identifikimi biometrik, është pikërisht kjo dosje. Tani të kthehemi tek kjo pjesë. Dhe të sqaroj, le të themi, ndoj keq kuptim pavarësisht se qytetarët shqiptarë që na ndjekin në ekranin tuaj nderuar janë shumë qartë se çfarë po ndodh. Unë kam marrë detyrën e bashkëdrejtimit të këtij komisioni në fillim muajit tetor. Dhe sigurisht kam pasur mundësi të bëjmë një bisedë paraprake me bashkëkryetarin, por edhe një bisedë paraprake dhe me përfaqësues nderuar të institucioneve ndërkombëtare në Tiranë dhe jo vetëm. Dhe kemi ndarë të njëjtin mendim edhe me bashkëkryetarin që në kohën, pra në tetor, jo sot, koha e mbetur në dispozicion deri në zgjedhje, deri në qershor, pra, se nuk ishte dekretuar akoma 18 qershori, është e pamjaftueshme për të garantuar një proces votimi elektronik. Për të cilën ka rënë dakord te bashkëkryetari Byli Bashe? Këtë po them. Në të treja format e mundshme, sepse ka një votim elektronik tërësor, ka pjesërisht, pra ka numrim elektronik, ka dhe vetëm identifikim biometrik. Ku qëndron vështirësia? Sepse ekspertët nuk e thonë që është kaq i vështirë. Do ta sqarojmë sot në këtë intervistë bashkë, po vetëm pak durim. Tani kush janë ekspertët? Po ju them, ekspert OSBE Odiri, zyrtarisht përmes zyrës OSBE-s në Tiranë, ne na ka dhënë një dokument. Në këtë dokument thuhet qartë që në kohën e mbetur, mund bëhen vetëm 4 gjëra. Financimi dhe transparenca e partive politike dhe fushatave zgjedhore. Kjo mund bëhet. Garantojmë një prag më të sigurt për përfaqësimin gjinor. Tjetra, që është... Në kërkesa që vetë ju lutem. Tjetra, jo, nuk e kemi bërë neve, kjo është një kërkesë që vjen nga grupime të grave të cilat kërkojnë më shumë barazi gjinore dhe unë jam gjithmonë mbështetës. Unë jam gjithmonë mbështetës tyre. Partia Socialiste është modeli më mirë jo në Shqipëri, po në Europë sot që ka gjysmën e ministrave të Partisë Socialiste janë zonja nderuara, të cilat i kanë dhënë qeverisjes një forcë dhe një mirë qeverisje, do ta quaj.
Tjetër që është e rëndësishme, e treta është rritja e ndërshkimit për krimet zgjedhore dhe e katërta është për një monitorim dhe një reduktim të reklamave televizive në fushat zgjedhore. Këto kanë qenë në 4 boshtet që mund të realizohen këto. Ju lutem, tani, Partia Demokratike në tetor ishte e tërhequr nga kjo. Zyrtarisht e them me përgjegjësi plot, ishte e tërhequr. Madje në atë kohë fliste për numërim elektronik, dhe për identifikim biometrik. Dhe ashtu siç kishte ndodhur dhe në 2012, ne i tham, të njëjtën gjë që miratuan në 2012, hajde ta bëjmë edhe tani. Dhe tham, zgjedh një qark ku dëshiron të bësh identifikim biometrik, dhe ne jemi të gatshëm, duhet ta serojmë mirë këtë. Dhe ne jemi të gatshëm që këtë gjë ta mbështesim, KQZ-s me qenë se ishim duke diskutuar buxhetin, të japim buxhetin mjaftueshëm që në një qark bëj identifikim biometrik, në një qark tjetër bëj numërim elektronik. Pavarësisht se, duhet ta themi këtë, në 2013 janë harxuar 4,5 milionë euro nga paratë e shqiptarëve për të bërë një proces të ngjashëm në dy qarqe, në Tiranë dhe në Fier. Këto dy procese dështuan, 4,5 milionë euro shkuan dëm. Mund të kishin bërë me 4,5 milionë euro, unë i llogaris kishin bërë 9 shkolla. Po 9 shkolla të shkëlqyera, ma edhe me ngrohje. Kishin bërë. Apo kishin bërë një spital shumë të mirë, do doja një spital të shkëlqyer në Elbasan. Me të gjitha gjërat brenda. Po këto janë hedhur në plera. Dhe tani na thonë, hajde tani, të harxojmë 45 milionë euro. Ndoshta nuk realizohet, po ne t'i harxojmë to. Se t'i bëjmë qevin shjupit, të harxojmë 45 milionë euro, edhe mos ta bëjmë prap. Sepse ka një vend tjetër, para disa muajsh, jo shumë larg, në Taxhikistan, që do bëshin zgjedhje, do bë sistemi elektronik, ditën e zgjedhjeve dështoi, nuk u realizua dot. Dhe pastaj pritën derisa bën. Do krahasohemi me Taxhikistanin. Të lutem. Tani keni qenë herë atje apo një flisni. Po tani ka vende që ka rezultuar i suksesshëm. Po jo, atëherë, unë nuk po e paragjykoj, ju lutem. Nuk po e paragjykoj. Tani këtë debat duhet ta bëjmë një ditë tjetër bashkë, se ku ka qenë Luli e ka shumë qef Hollandën. Pyeteni. E ke qef shumë Hollandën. Pse Hollanda e futi dhe e hoqi sistemin? Vetëm këtë pyetje bëja Lulit. Ti rrej ditë s'të vjen ai këtu, po thoja Ilves. Edhe po të vi, shumë mirë bën. Shumë mirë bën kur kthe nga Hollanda se jemi fundjavë, tash dielën vjen. Nuk është në fundjavë, nuk është në Shqipëri. Edhe se është turist ai këtu, ai vjen nga e hëna të enden, të premten nikën, kthehet. Mos qesh, është vërtet, çfarë bëjmë? Ky është kryetari PD-s. Se lideri i opozitës është Berisha, ky është kryetari, është drejtori i ndërmarrjes. Tani, do bëj them, Hollanda e kishte dhe e ka hequr. Tani, atëherë, që ta kuptojmë, unë nuk jam kundër. Nuk jam kundër kësaj çështje. Jam shumë pro. Por koha e mbetur në dispozicion nuk e bën. Ndërkohë që praktikat e reja në vende edhe si Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku hakerimi i sistemeve elektronike është një prej problematika më të mëdha që përballohet, ka i vendim gjykatës kushtetuese gjermane që e ka hequr. E quan një lloj shkelje kushtetuese të përdorimit të këtij të elektronikës, për shkak se ne duhet të kuptojmë një gjë. Në Shqipëri, historia e zgjedhjeve nuk mbaron vetëm me numërimin e parë, po nuk bën dhe rinumërim tjetër. Njëra pale po tjetra, e kam kërkuar unë dikur, hap kutit ose largohu. Dhe atëherë mu më huat hap kutit. Tani do të thonë, duan mos ketë fare kuti më, dhe çfarë të numëroj prap. Kështu që atëherë i dogjën, kësa radhës duan kuti fare. Ju përdore që duhet të ketë një konsult MSB-n dhe gjithashtu të bëhet një studim fizibiliteti. Të sqarojmë atë momentin e largimit të. A nuk do të ishte mirë për shembull që ju të votonit pro dhe më pas të bëhen konsultat MSB-n? Atëherë çfarë ndodhi ditën e premte? Kishim një dakordsi të plot, jemi dakord, po kishte një propozim nga një antar i komision nga opozita, që tha, ti kërkojmë ekspertëve, ta tregojnë vendet ku kjo përdoret. Ishte propozimi i parë, hapi për Zorbalin. Nëse s'është kështu, unë kërkoj falje publike. Tash unë dakord, kjo është perfekte. Të shohim në cilat vende bëhet. Dhe si ka rezultuar, pra kush ka qenë curia e saj. Unë përmenda 3 vende këtu. Hollanda ka pikuar e ka hequr, Gjermania ka pikuar e ka hequr.
Franca ka aplikuar e ka hequr, se ka qenë dështim total. Terrible ka qenë në Francë. Dhe edhe shumë jam dakord. Kur merr fjalën kryetari i komisionit thot, i kërkojmë ekspertëve, mos na thon fare kush kanë qenë dhe si ka ecur. Na thon vetëm si bëhet dhe ashtu si bëhet, më mirë ta bëjmë edhe ne. Prit më, se si bëhet, s'ka nevojë, se ne nuk kemi bordi drejtuesi i Orakullit që themi që kjo është teknologjia e fundit e tjerë më radhë. Ne themi pse e kanë bërë, kush kanë qenë arsyet pse kanë, si ka ecur procedura. Dhe më pas marrim shembullin më të mirë dhe nëse ky shembull i mirë implementohet në 4 muaj, 5 muaj, hajde ta bëjmë. Por në gjithë të proces pastaj, duhet që të kemi asistencën e vyer, nuk ka në botën sot moderne një institucion më të mirë se ODIHR-i për certifikim të zgjedhjeve, por dhe për këshillim për të zgjedhur modelin më të mirë dhe për të adresuar. Në fund fundit, unë jam bashkëkryetar i një komisioni që ka një vendim. Unë vetëm gjë që nuk bëj kurrë është të shkel mandatin për cilën jam ngarkuar ta bëj. Unë kam një mandat shumë thjesht. Mandati im është ta adresoj rekomandimet e OSBE ODIHR-it për zgjedhjet e 2013-2015. Këto rekomandime ti përkthej në disa amendamente dhe këto amendamente me konsensusin e opozitës, ti miratoj dhe t'jem gati për të vazhduar në zgjedhje. Dhe ajo që është më rëndësishme, opozita është aq qesharake, sa që është si një udhëtar që është nisur për diku me shumë valigje dhe gjitha valigjet e tjera i kanë lënë rrugës, ka marrë vetëm njërën prej valigjeve. Tani unë po ju them. Problemi më i madh që kanë zgjedhur Shqipërinë nuk është totalisht numërimin e problemi më i madh që kanë zgjedhur Shqipërinë. Apo do ta ridiskutoni me opozitën. Problemi më i madh që kanë zgjedhur Shqipëri nuk është kjo. Gjithë e dinë. Letra është Kjo do zgjidhte shumë probleme të ju lutem, më dëgjoni mua. Letra është më e mirë se çdo gjë tjetër. Po ju them, tani një sistem elektronik, hapni pak atë kompjuter. Një sistem elektronik do të ishte një laptop, një kompjuter si ai që keni ju. I vendosur në çdo qendër votimi. Dhe gjyshja jote nuk do të toleroj fare nga asnjë komisioner që të shoqërohej nga dikush tjetër për t'u asistuar, sepse nuk. Gjyshja jote duhet të mësoj për disa ditë në shtëpi, në një kompjuter të ngjashëm si ai, të scrolloj, besoj s'di ta them fjalë, pra të kërkoj aty, se duhen blerë dhe shtrenjto, me touch, deri kur shkoj ke partia që dëshiron. Larg qoftë sikur ka partia që dëshiron gjyshja jote, të jetë 66, se do i duhet të scrolloj aty pafund. Dhe sistemet që unë kam parë, po nuk i çove deri në fund, nuk lejon të shpresh votën tënde. Dhe në këtë moment gjyshja jote do të hutohet komplet dhe do i shkojë njëri dhe i thotë se ta gjejon dhe pa votojon për ty. Kjo është arsye pse nuk duhet të vendoset teknologjia. E bëra paksa edhe në formë shakaje. Tani, në Zvicër, ka komplikacione me në Zvicër, që është një vend shumë i zhvilluar, për shkak të këtij argumenti që përdora më lart, e bëjnë në fshat, votohet dhe numërohet me dorë, manualisht. Vetëm për këtë arsye se ka fshatar zvicerian që nuk di të përdori elektronik. Dhe për këtë arsye ka i vendim të asaj institucioni që menaxhon zgjedhjet që në fshat nuk bëhet. Në Zvicër vetëm numërimi është elektronik në qytete. Pra zoti Pallo, ju mendoni që kjo teknologji nuk duhet të aplikohet në vendin tonë të zgjedhjeve, përjashtoni totalisht? Në kishte një reformë që ne duhet ta bënim është financimi, transparenca, por reforma më e rëndësishme që duhet bënim ne. Si do ta bëni financimin, transparencën? Reforma më e rëndësishme që duhet bënim kësaj radhe ne janë 2 vetot. PD-ja u ankua për një veto, për një çështje që jam dakord, po duhet më thotë OSBE ODIHR-i. OSBE ODIHR-i më ka thënë edhe për 2 çështje tjera që unë dua t'i adresoj. Pse PD-ja është kundër? Unë nuk kuptoj se si ka mundësi Partia Demokratike, partia idealeve të dhjetorit, sot është kundër votës së shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë. 1/3 shqiptarëve jetojnë jashtë Shqipërisë, kanë mbajtur me... Sepse Partia Demokratike mendon që është më me prioritet shitblerja e votës në vend, një ndër problematikat që dhe ju e njihni. Gjoni tash. Mos i fyeni emigrantët. Emigrantët
janë një pjesë, jo, mos i fyë PD-ja pra se folën në emër të PD-s. Se ti shkretat që ti fyësh, i fyën ata për ditë dhe mjaftojnë ata. Tash emigrantët janë pjesa më e nderuar e shoqërisë shqiptare sepse kanë kontribuar për këtë vend. Edhe pse janë larguar, kanë sjellë remitancat e tyre për të mbajtur ekonominë e këtij vendi, për të mbajtur familjen. Tani nuk pas kanë drejtë emigrantët votojnë, PD-ja është kundër. E dyta, që është po aq e rëndësishme, është depolitizimi i komisioneve kemi kërkuar. Nuk ka nevojë fare për elektronik. Po elektronika do të sillte pra zgjidhjen e gjitha këtyre problemeve. Po e ke gabim e gocë, lutem. Nuk ka edhe po vure elektronikën aty do kesh komision, lutem. Ta bëjmë të gjithë qesharak. Se po s'ke komision aty, kush dhe ai që do ruaj atë pajisjen. Do ishte sekondar pra, po nuk është sekondar fare, sepse tani ky kompjuter jot mundësi manipulimi. Kompjuteri qello që bllokohet në herë, do kenë sa njerëz aty që do menaxhojnë. Do ta bllokojnë kompjuterin thënë. Po lexo në lajme botërore dhe çfarë. Jo, ta mbaroj këtë. Pra, depolitizimi i komisioneve do të ishte hapi më i madh, që të jepshim fund historisë që në këtë vend partitë votohen, populli voton, partitë numërojnë votat që jep populli. Dhe unë them, Partia Socialiste, pra, përmes meja si bashkëkryetar i komisionit ka thënë, ne nuk kemi nevojë të kemi më komisioner. Komisionerët i caktoj populli. Dhe populli të zgjidhë pjesën e tyre më nderuar, mësues, infermier, punonjës apo për shoqëri civile, çfarë tishin? Po kur administrata është e politizuar? Po nuk janë të gjithë të politizuar, ja ti si e politizuar. Ti mund të ishe një komisionere shumë e zonja vullnetare, të shkoje dhe të ishe do mbaj anën në njëri ti, këtu në emision nuk e mban anën njëri. Edhe ati shkoje dhe mund të ishe kryetare e komisionit të qendrës votimit tu pranë Ora Newsit. Dhe mund ta bëje këtë mirë. Do të ishte politika e para që do më refuzon të mua. Gjithsesi mos ty më këtë. Po pse ja ku e ke politikën thotë është dakord që depolitizohen komisionet. Mos merrni përsipër budalliqet e shqupit i thonin në gojën tuaj. Kjo s'është e vërtetë. Listat e hapura jeni shprehur kundër. Pse? Tani, unë kam shumë arsye, do më duheshin, sa minuta kam në dispozicion? Ke shumë pak. Atëhere, po të them, kundër këti propozimi, po të them vetëm 2 nga 300 argumentet që. 2, kush janë të para? E para, po flasim bashkë këtu për një problem shumë të madh, zgjedhjet Shqipëri ka një problem shumë të çështjen e numërimit. Ju e dini, zgjedhjet mbarojnë dielën, rezultati final del premten. Dhe dalim sërish tek teknologjia që do ta zgjidhet tek prit. Këtë po, pranoj që ta zgjidhet teknologjia, po duro. Tani në Shqipëri konkurrojnë në zgjedhjet e fundit në qarkun e Elbasanit, që unë e di shumë mirë, morën pjesë 66 parti. 66 parti. Këto 66 parti do të kenë minimalisht secila nga 14 kandidatë. Dhe minimalisht fleta e votimit nuk do ishte një fletë si kjo këtu, do të ishte një libër me 66 faqe. Sepse jo vetëm që duhet votosh për ke faqja e parë për Partinë Socialiste sigurisht, por do fillosh të shfletosh librin dhe do gjesh faqen ku është Partia Socialiste që tek kandidatët e Partisë Socialiste të gjesh kandidatin që të pëlqen ty. Dakor? Është ndërlikuar kjo? Ty si duket? Jo, s'më duket ndërlikuar. Do zgjatet procesi votimit. Ti je mësuar se sa letra ke kaluar sot tu. Vazhdojmë. Tani, e dyta, që është më e rëndësishme se kaq, më e rëndësishme se pjesa teknike, është pjesa e një, sa po folën para pak bashkë, unë dua të ketë sa më shumë gra në Parlamentin Shqiptar. Besoj, jam nga ata që besoj që gratë qeverisin mirë, drejtojnë mirë, janë pjesë vitale e shoqërisë shqiptare. Penalizojnë listat e hapura? Po sigurisht. Po sigurisht. Po ta them. Po. Në deri kur kishim një sistem zgjedhor në Shqipëri mazhoritar, se ky është një lloj mazhoritari është. Ky është një lloj mazhoritari sepse ka një luftë të gjithë kandidatëve me njëri tjetrin. Deri kur kishim mazhoritar në Shqipëri, në kuvend shqiptar kishe 7 gra, 5 gra, 4 gra, kaq kishe. Dhe ato shkretat me vështirësi, po vieshin në zona super të sigurta të njërës pale apo tjetërën për të fituar. Tani, e 25. Me këtë që duam të bëjmë ne të shkojmë 20-50 gra në Parlamentin Shqiptar. I kanë dhënë një dimension tjetër Parlamentit. Po, me këtë sistem, dhe nuk po zjatem, nuk do kesh më gra në Parlament. Vazhdojmë tjetër. Ne mbyllim.
Ka që shte koha. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit.